Ke kujdes me çfarë punë gjindesh, se nuk dihet kur të vjen melekul mauti. Ama nuk të pyet se ti je i ri, se shumë të ri po shkojnë para plegjve. Shumë të ri, jo me aksidente, jo me ate, jo me ketë, po edhe i riu ndron jetë. Pra ke kujdes, të mos gjenë melekul mauti në kazino, të mos gjenë melekul mauti në internet, në faqet fliqta. Ke kujdes para Allahu dhul Gjelal. Ku e hargjon jetën tonë, ku e hargjon trunin tonë, ku e lodhen menden tonë. Ato që ta ka dhonë Allahu dhul Gjelal, pra rinia, e cila është e shenjtë dhe e shtrenjtë, mundohu të hargjosh në punë të mira, se nesër plakesh. Thonë të Omeri radiallahu anhu, ja lejtë shababu jaudu jaumen fa ukhbiruhu bima faal al mushib. Omeri radiallahu anhu thoshte, sikur një ditë të kthen rinia e ti tregoj çka ka bo pleshnia. O zot, që i ka bo pleshnia plakut, shife mirë.